cilat dhikr, pra cilat lutje ti bëjmë mas shumë ti. Ka lutje të ndryshme, pra dhikr të ndryshme, edhe vlerat e tyre të caktuara apo të përmendura në për hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por ajo që do ta kisha përmbledhur unë në këtë video, në disa video kam thënë dhikre tjera, por këtu po e përmendi këtë La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është dhikri, lutja që e kanë thonë të gjithë pejgamberët, e kanë dashur gjithë pejgamberët, ka pas vlerë, ka vlerë, do të ketë vlerë deri në ditën e Kiametit, dhe sikur kredojnë me çka kanë të më vonë në njërin anë dhe në anën tjetër, kjo do t'i peshonte nga vlera. Prandaj të këshilloj që këtë dhikr me e shpeshtu sa të mundesh. Ka dhe tjera, astaghfirullah wa atubu ilej, la hawla wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. E kështu me radhë, por atë që përmenda në fillim, fokusohet te ai.